Ka ndonjë anatar të Partisë Demokratike që të vi për të votuar, pati një fluks të vogël disa minuta më parë. Nga informacioni që kemi marrë, mësot se në degën e Partisë Demokratike të Roskovecit ka përfunduar votimi, është mbyllur, dhe numërimi është në ato fazat e fundit, pritet vetëm plotësimi i proceseve verbalit dhe të bëhet pastaj raportimet në qendër të Partisë Demokratike në Tiranë. Votimi është shtyr për disa minuta në degën e Partisë Demokratike të Patosit dhe të Mallakastrës, ndërkohë që edhe këtu në degën e Partisë Demokratike të Firit është shtyr deri në orën 19, presim pasaj që të mbyllet dhe më pas të fillojë numërimi, hapja e kutisë dhe numërimi i votave që ndodhen brenda kësaj kuti votimi. Këtu në këto momente ndodhet dhe deputeti i Partisë Demokratike i qarkut të Firit, zoti Luan Baçi, nuk e di nëse e kemi kohën për të shkëputur për të marrë ndonjë intervistë për të folur rreth zhvillimit dhe curisë së votimit ditën e sotme. Po, patjetër, Xhemil, mund të na bashkohet edhe deputeti demokrat zoti Luan Baçi në këto momente. Nëse mund ta dim sipas deputetit Baçi, cila në logjikën e tij ose në atë që ka parë ditën e sotme ka qenë pjesëmarrje e cila sipas zotit Baçi ka tejkaluar 50%? Po, atëherë një pyetje nga studio, si deputeti i qarkut të Firit dhe ke ndjekur nga afër procesin e votimit ditën e sotme. Si ka qenë ecuria e votimit dhe a e ka kaluar 50%? Po, patjetër që e ka kaluar 50%, pavarësisht se për mua pak rëndësi ka përqindja. Pjesëmarrja ka qenë e konsiderueshme, absolutisht mbi 50%, dhe ka qenë një pjesëmarrje e graduale gjatë gjithë ditës, që nga mëngjesi deri në orët që po flasim tashmë. Madje shtyr me vendim të KKS, shtyr votimi edhe për një orë tjetër deri në orën 19 të mbrëmjes. Jemi duke pritur për arsye se ka telefonata dhe kemi komunikime për demokratët tjerë që duke qenë që kanë qenë në punë të ndryshme, po vinë për të votuar. Ka qenë një proces shumë korrekt, një proces i rregullt, një proces normal, pa asnjë lloj incidenti. Shiko, më duhet të them, është një votim që bëhet për liderin historik të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën. E kam thënë shpesh herë në shumë dalë televizive, është i pakonkurrueshëm dhe është një nga figura kryesore e Partisë Demokratike dhe gjithë demokratët antarë të Partisë Demokratike vinë me qefin e vet për të votuar dhe për të rikonfirmuar kryetarin e Partisë Demokratike zotin Berishën. Të falenderoj. E qartë, Xhemil, të falenderoj edhe deputetin demokrat Baçi e falenderojmë, teksa do të shkëputemi nga Xhemil Behara. E falenderojmë Xhemilin për shkuar në këto momente edhe njëherë tjetër në qytetin e Elbasanit. Janë pamjet që ishin në këto momente, janë qytetarë shumë të cilët ndodhen aty pikërisht për të votuar për referendumin që mbahet ditën e sotme për konfirmimin e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Një pjesëmarrje e lartë kjo që ka detyruar eksponentët e Partisë Demokratike, komisionin sigurisht që të shtyjë me 60 minuta procesin e votimit. Proces i cili ishte parashikuar të mbyllej në ora 18, por në Elbasan do të vijojë tashmë edhe për te orës 18, duke shkuar në orën 19 për shkak se gjithë qytetarët, gjithë anëtarët e Partisë Demokratike do të mundsohet e drejta e votës. Ka rrallë të gjata jo vetëm në Elbasan, por po ashtu edhe në Shkodër ka një shtyrje të orarit zyrtar tashmë të votimit. Nga informacioni zyrtar, Shkodra do të shkojë deri në ora 19. Është lapraka në këto momente, pamjet e drejt për drejta që vinë nga njësia 11 në Tiranë, konkretisht lapraka, ku duken qytetarët cilët vijojnë dhe ata të qëndrojnë në rrallë në këto momente për të votuar për të marrë pjesë në procesin e referendumit. Ka tashmë edhe lapraka një tjetër shtyrje, teksa pak më parë kemi përmendur degën 5, degën 2 në Tiranë, por jo vetëm, është tashmë dega 11 që i përket laprakës, e cila vijon të mbajtë hapur procesin e votimit për shkak se qytetarët
kanë zgjedhur momentet e fundit për shkuar atje dhe sigurisht do të mundsohet votimi. Kanë përfunduar procesi votimit në 3 qendra të tjera tashmë, sipas informacionit zyrtar, në Kolonjë, në Maliq dhe në Pogradec, ku pritet fillojë procesi i numërimit në këto deg. Ne do të kemi do të jetë një praktik ku në të gjitha degët do të mbyllet i gjithë votimi dhe do të numërohet aty, më pas do të bëhet edhe për llogaritje, sigurisht do të numërohen edhe votat në selin qendrore, por edhe